I kthyer në një traditë të përvitshme, panairi librit 2025 vlerësoi autorët dhe përkthyesit që kanë spikatur për kontributet e tyre në letërsinë shqipe dhe atë të përkthyer. Juria ndau 5 çmime kryesore, duke nderuar vepra që sollën qasje origjinale, mendim të thelluar dhe mjeshtëri të veçantë gjuhësore. Çmimi autori më i mirë i vitit i shkoi shkrimtarit Artan Fuga për romanin Ndërshkimi i dytë i Evës. Romani u veçua për strukturën mbreslënëse që bashkon mitin e Zanafillës me dramën familjare e urbane, si dhe me sfida teknologjike të sotme. As më kishte shkuar ndonjëherë në mendje që një roman, një ditë do më kushtonte edhe do më merrte vite më shumë se çdo libër tjetër studimor, edhe do më shqetësonte për 5 vjet më shumë se që më ka shqetësuar çdo libër tjetër. Falenderoj jurin për vlerësimin që i ka bërë atij romani. Çmimi përkthyesi më i mirë i vitit u fitua nga Virgjil Muçi për përkthimin e romanit Jamesi të Percival Everett. Përkthimi u vlerësua për pasurinë gjuhësore, aftësinë për të sjellë 2 regjistrat e veçantë të veprës dhe ruajtjen e kompleksitetit e ngjurimeve të tekstit origjinal. 2 fjalë mirënjohje për jurin që mes njëmorie veprash, autorësh, titujsh dhe përkthyesish jam i bindur me vlerat spikatura, përzgjodhi romanin Jamesi të Percival Everettit, një ngjarje, një dukuri e përbotshme letrare dhe shpresoj që të ketë të njëjtin fat dhe në Shqipëri. Mendoj që nis më fillimin e ka të mbarë. Çmimi për përkthimin më të mirë letrar nga frëngjishtja në shqip u akordua përkthyesit Urim Nerguti për sjelljen në shqip të romanit Hyria të Kamel Doc. Gjuha shqipe është lidhur emocionalisht me kulturën franceze. Ne kemi përkthyesit më shembullor të traditës nga frëngjishtja në shqip. Pas një mungese 1 vjeçare për shkak të mospurjeve të reja, u rikthyet çmimi autori i librit më të mirë për fëmijë, i cili ju dha shkrimtares Valbona Banka për romanin Arja në dorën time. Dua t'ju falenderoj vërtet që më vlerësuat. Veprën Arja një herë që e kam vërtet shumë për zemër. Ndërsa çmimi autori i librit më të mirë studimor ju akordua studiuesit Ali Xhiku për veprën Faqeve të historiografisë shqiptare.